Kjo është një grop ku pritet të ndërtohet një pallat. Le të themi që ndodhet në zonën e bulevardit të ri, një zonë që nuk është shumë e shtrenjtë por as e lirë. Le të themi që është një zonë që ka çmime mesatare duke parë tregun. Sipas çmimeve të referencës, 1 metër katror në këtë zonë kushton 1.100 euro, por në treg të hapur nuk e gjen asnjëherë këtë çmim. Këtu çmimi, nga komunikimi me agjencitë nga më të ndryshmet, varion nga 1.700 deri në 2.200 euro për metër katror. Por ky çmim është kur pallati ka përfunduar. Tashmë le të kalojmë në fazën e gropës, ku çmimi për metër katror në këtë fazë dhe në këtë zonë është 1.000 deri në 1.200 euro për metër katror. Një çift apo një familje nuk do të financonte asnjëherë blerjen e një apartamenti në grop. Arsyeja e parë është se qytetarët prirën ta marrin me kredi, dhe nëse apartamenti nuk ka hipotekë dhe në këtë rast apartamenti nuk ekziston, financimi bëhet i pamundur. Arsyeja e dytë është kosto e lartë me të cilën do të përballen. Zakonisht, një çift apo një familje kërkon të blejë një apartament kur jeton me qira apo me pjesën tjetër të familjes. Dhe në këtë fazë investimi kërkon kohë, të paktën deri në 2 apo 3 vite që apartamenti të bëhet i jetueshëm. Gjatë kësaj periudhe, edhe nëse marrja një kredie do të ishte e mundur, familja ose çifti në fjalë do të përballeshin me kosto të dyfisht jetese. Pasi përveç qiras së banesës ku ata jetojnë, do të paguanin edhe një kost kredie për një apartament që ende nuk po e shfrytëzojnë. Sipas Instat, gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025, paga e një qytetari shqiptar të punësuar në Shqipëri bruto ishte 82.210 lekë. Pra edhe nëse marrim të mirëqen faktin që në një çift apo në një familje janë të paktën 2 persona të punësuar, po të bëjmë një llogaritje të jetesës normale, këto pagesa do të ishin të pamundura. Për rrjedhoj, në këtë fazë të ndërtimit, të parat që do të afroheshin për blerjen e një apartamenti do të ishin agjencitë imobiliare dhe ata që kanë para të kursyera më njanë dhe që e kanë aktualisht një shtëpi, por që duan të investojnë. Ata kanë kohën dhe mundësitë ekonomike të mjaftueshme për të pritur derisa të përfundojë pallati dhe marrjen mbrapsht të investimit. Tashmë jemi në një fazë tjetër. Pallati është në ndërtim dhe çmimi në këtë zonë varion nga 1.300 deri në 1.500 euro për metër katror. Agjentët premtojnë përfundimin e pallatit deri në 6 muaj, por nuk qëndron këtu problemi. Edhe në këtë pikë, për të gjitha arsyet që përmendëm më lart, një çift apo një familje shqiptare nuk do të afrohen për të investuar në blerjen e një apartamenti që nuk ka një hipotekë. Por çfarë ndodh në këtë pikë? Ky është momenti kur apartamentet pësojnë rritjen e parë. E para, apartamentet që ka ende firma e ndërtimit të pronësi dhe që nuk janë shitur në fazën e gropës janë rritur vetvetiu, sepse përfundimi i projektit është më afër. E dyta, agjencitë imobiliare dhe ata që kanë investuar në një pronë që në fazën e gropës kërkojnë të marrin mbrapsht investimin e dhënë, madje duke llogaritur edhe një normë fitimi. Ndaj në këtë fazë, apartamentet kanë pësuar një rritje prej të paktën 200 apo 300 euro për metër katror. Kjo është hera e dytë që një çift apo një familje shqiptare humbet rastin për të investuar në një apartament me një çmim të volitshëm krahasuar me tregun. Pallati tashmë ka përfunduar dhe është i jetueshëm, por procesi i daljes së hipotekës vijon ende. Në fakt kjo si procedurë zgjat deri në 2 vite. Por kjo do të ishte hera e tretë që apartamentet që janë blerë në grop dhe janë rishitur përsëri në ndërtim do të rishiteshin me një çmim akoma më të lartë. Çmimi sërish ka pësuar rritje, pasi të gjithë duan të fitojnë. Në këtë fazë, apartamentet shiten me 1.500 deri në 1.700 euro për metër katror. Edhe këtë radhë, në mungesë të një hipoteke, një çift shqiptar dhe një familje e humbet rastin për të pasur një banesë. Në fakt, në këtë fazë ekziston edhe një tjetër alternativë, financimi përmes kompanisë së ndërtimit që bashkëpunon me bankat e nivelit të dytë, por normat e interesit janë tërësisht të papërballueshme. Një apartament rreth 70 metër katror në këtë fazë me 1.500 euro metrin kushton 105.000 euro. Nëse një çift apo një familje do t'i nënshtrohet procesit të financimit nga vetë kompania, do t'i duhet që 20% të vlerës së këtij apartamenti t'i ketë të ruajtura më njanë, dhe në këtë rast janë 21.000 euro. E marrin të mirëqen faktin që i kanë këto para dhe pjesën tjetër, 84.000 euro, do ta paguajnë me koste. Në vitet e para, sipas investigimit të bërë nga zëri, norma e interesit që aplikohet në këto raste është 4.2%, më pas bëhet i lëvizshëm. Dhe për 84.000 euro, kosti në muaj do të ishte të paktën 520 euro për 20 vite. Dhe nëse bëjmë një llogari të vogël, bashkë me 20% që çifti apo familja shqiptare kanë paguar që në fillim të blerjes së apartamentit, ky apartament do të merrte vlerën 150.000 euro. Pra, 50.000 euro më shumë se sa vlera e tij fillestare. Dhe këtu ne shtrojmë pyetjen: a është ky një investim i duhur i parë nga pikpamja ekonomike, kur 50% e vlerës së një apartamenti janë interesa? Në këtë fazë, apartamenti e ka një hipotekë, por çmimi me të cilën përballet çifti apo familja mesatare shqiptare është minimumi 1.700 euro për metër katror.
Por tashmë ka ndodhur edhe diçka tjetër, numri i apartamenteve që janë në shitje ka ardhur në rënje. Kjo situatë rrjedhimisht e vendos qytetarin mes shumë pak opsionesh. Në këtë fazë, roli i kompanisë së ndërtimit është thuajse zero, pasi apartamentet janë në duart të agjensive imobiliare dhe të atyre që i kanë blerë gjatë gjithë fazave për investim. Pra, për çiftin shqiptar apo familjen mesatare shqiptare ka mbetur vetëm mundësia e financimit përmes kredisë, duke patur më njanë 20% të vlerës së një apartamenti. Por këtë herë, shifra ka ndryshuar dhe është mjaft e kripur.